إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala I krijoi krijesat, e krijoi njerëzimin dhe e bëri Allahu subhanahu wa ta'ala që ata të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qëllimi I krijimit të njerëzimit është që njerëzit të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Por prej urtësisë të Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahu vendoi një cilësi të njeriu në zemrën e njeriut që të lakmon, që të anon, që të dëshiron. Po ashtu erdh një tjetër anë për sprov të për njeriun është vezvesja e shejtanit. Që këto dëshira dhe vezvesja e shejtanit janë që do ta shoqërojnë njeriun, do ta testojnë njeriun se sa do të çndrojë në parimet e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush do ka dash Allahu subhanahu wa ta'ala? Se sa ne do të çndrojmë në urdhrat e Allahut dhe në urdhrat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dunjoja ka sprova të ndryshme, kënaqësi të ndryshme, por janë disa kënaqësi që t'i ndalon Allahun subhanahu wa ta'ala. Janë sprova të cilët të sprovojnë, a do t'i nënshtrosh Allahut subhanahu wa ta'ala apo jo? A do të thuash, o Zot, ne kjo është caktimi jot, kaderi jot dhe ne besojmë? Për këtë njeriun, kur t'i vinë sprovat, kur t'i vinë dëshirat, kur të lakmon diçka, ai duhet të marrë këto kënaqësit, këto sprova, këto lakmi, t'i vendon në peshorën e sheriatit të Allahut subhanahu wa ta'ala. A janë gjëra që pajtohet Allahu me këto vepra apo jo? Nëse janë gjëra që I hidhrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe shkelën normat e dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala, kënë fjalë apo kënë vepra, automatikisht duhet t'i ndalmi, t'i ndërprejmë. Pse? Se ti nëse I shkel këto ke hidhru Allahun subhanahu wa ta'ala. Çdo vepër, çdo fjalë që lihet për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu ta kompenzon me diçka më të mirë. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush lën diçka për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, vetëm se Allahu do t'ja kompenzon me diçka më të mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kush bën një vepër të vogël sa një grimc të mirë, ai ka për ta pa atë vepër. Do ta shohë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Syrit thot diçka shejtani, shiko, ti të kujtohet që kjo ndalesë është haram, nuk është e drejta jote që ta kënaqësh syrin në këtë pamje, e ul këtë ulje në një çast, në një sekond, Allahu subhanahu wa ta'ala do ta kompenzojë në xhennet. A ka më mirë vëllezër? Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu do t'ja çelë rrugët atij, do t'i jap furnizim ka së kujton. Kush I mbështetet Allahut, Allahu I mjafton këtij njeriu. Vëllezër, ne duhet të kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala në shitblerje, në orar të punës, në bisedë, me dashamir, në martesë, në dëgjim, në shikim, në allazhverash, në çdo send.
duhet të ndalmi dhe të shikojmë. Kjo, a është parimet fetare, a është i kënaqet Allahu? Gjatë bisedës tënde. Do shta nefsi lakmon diçka më tepër, por ti e sheh që nuk është në parimet fetare dhe ti e ndërpret veten tënde, dije se në këtë moment ti kur e kelon për hir të Allahut, Allahu ta kompenzon me diçka, ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Do shta ti lakmon të shesh diçka, tenton dhe e rrit mallin tënd më shumë sa e meriton. Apo tenton ta bindish klientin që nuk jene atë parime, nuk jene atë gradë që e meriton ajo reklama jote. Dije se ti nëse e leket për hir të Allahut subhanahu wa taala e bën reklamën atë sa e meriton malli jot. Atë sa je, dije se Allahu ta kompenzon me diçka më shumë. Tregohet nga selefi që ka shit diçka me 700 dirham dhe pastaj ai blersi ja ka kthi, s'kon razi, s'kon i kënaqet dhe pastaj don Allahu subhanahu wa taala, ki thot pasi ti nuk je i kënaqet, nuk prish punë, e merr mallin e vet, pas një kohë të shkurt e shet me 1700-800 dirham. Shumë fish. Do të thotë se ki u kon razi me kënaq Allahun subhanahu wa taala. Për këtë në çdo vepër që veprojmë, ne duhet të mendojmë a e kënaqmi Allahun apo jo. A e bëjmë këtë vepër për hir të Allahut apo e bëjna për nefsin ton? Thot Ibn Qayyimi rahimahullah, Allahu subhanahu wa taala kur i ka ndaluar gjërat, kur i ka bë haram, dije se minjëherë ta ka zavendësuar me diçka tjetër. Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar fatin me shigjeta, e ka bë haram, por ta ka leju namazin istikharës. Je dyshim diçka me vepru? Bon namaz istikhara. Allahu subhanahu wa taala ta ka bë haram kamatën, kreditet, ta ka leju e biznesin, fito sa të dush, veç puno me halal. Allahu subhanahu wa taala ta ka ndalu komarin, bigjozin, ti ka lojnat, ngarat, fito. Allahu subhanahu wa taala ta ka bë haram mëndafshin, të kalon shumë lloje të shtofit tjerë që i ke halal dhe ke mundësi t'i veshish. Allahu subhanahu wa taala të ka ndalu muzikën dhe instrumentet, të ka zbrit Kur'anin që të ta qetësoj shpirtin dhe ta shëroje shpirtin tanë, zemrën tënde. Allahu subhanahu wa taala t'i ka ndaluar gjithë gjërat që të bëjnë dëm dhe nuk janë të mira, të ka leju Allahu subhanahu wa taala lloje pemëve dhe të ushqimeve, shumë lloje që janë halal. Të ka ndalu alkoolin, po të kalon Allahu subhanahu wa taala shumë lloje tjera që i ke halal me i pi. Do të ti ka zavendësu, nëse njeriu besimtari merr dhe mediton në këtë gjërat dhe hulumton urtësinë, do ta shohë se kjo është për të mirën e njerëzimit dhe çdo sen që e lë për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ta kompenzon. Normal, ne jemi në një periudhë që e keqja u ka shtu. E keqa paraqitet në çdo vend. Dhe nefsi lakmon. Najherë përmallot për një haram. Mundësit janë në çdo moment. Motivi është gulm për një gjuna, për një haram. Por në atë moment ti kur e kujton madhrinë e Allahut subhanahu wa taala dhe kur e kujton se Allahu do ta kompenzon ti me diçka dhe largosh prej saj, dije se i lumi Allah ka me dhënë një kompenzim që as ti ndoshta se mendon. Mos mendojmë se kompenzimi çdo herë është të njëjtit lloj. Për shembull, e kam lënë për hir të Allahut 100 euro, më kanë ardhur 100 euro tjera. Jo, ka mundësi të jetë më i madh atë sa ti ke sakrifiku. Ka mundësi të jetë më i gjerë sa ti ke mendu. Ka mundësi të jetë i gjithë përfshirshëm. Po ka mundësi të jetë i përhershëm. Allah subhanahu wa ta'ala thot wal akhiratu khairun wa abqa. Ahireti, bota tjetër është më e mirë se kësaj bote. Nëse ti nuk e sheh rezultatin në këtë dunjë, edhe pse Allah subhanahu wa ta'ala shumë herë na ka dhënë rezultate, shumë herë na ka kompenzuar që ne se kemi menduar që do të arrijmë këtë. Por Allahu nëse ta lë për në ahiret, ahireti është më i mirë dhe më i përhershëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një vend sa gjatësia e kamxhikit në xhenet është më i mirë se krejt kjo dunjoja dhe çka ka në to. Një vend ta kesh xhenet
gjatësia kamxhiki që i bje kafshve. Sa është e gjatë? Sa është e gjanë? Që qaj vendi është thot më i mirë se gjithë kjo dunjoja që hidhrohen njerëzit dhe luftohen ndërmes veti për këtë dunja. Thot Ibn Daqiq al-Eid, është e ditur se gjithë dunjoja që ka në ta nuk krahasohet me asë një grimë që është xhennet që ka në xhenetin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thot një grimë se xhennetit është më i mirë se gjithë dunjoja dhe që ka në ta. Për këtë, Allahu subhanahu wa ta'ala ti kompenzon në këtë dunja. Për kompenzimi më i madh që thot Ibn Qayyim rahimahullah është qetësia e zemrës, rahatia e zemrës, dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, që Allahu subhanahu wa ta'ala të jep furnizim, të jep motiv, të jep vullnet. Ajde bleje vullnetin, shko në spital, bleje vullnetin, shko në barnatore, bleje vullnetin. Shko marë, hec, gërkon hulumton në dunjo, gjojnë një lumëtëri që shitet në për lokale. Nuk ka mundësi me të dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala për qatë haram, për qatë që e lenë për hirtë Allahu subhanahu, pa më parasysh çfarë do vepre të jetë, të je e lenë me të dhonë Allahu, me të zgjuru gjoksin ti Allahu subhanahu wa ta'ala, me të dhonë vullnet Allahu subhanahu wa ta'ala, a di shka të thotë? Ti ke fitu këtë dunjojnë. Me vullnet fitohen gjërat. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën prej tyre që ne t'i lëm gjërat për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe Allah na i kompenzon. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Tirmidhiu, thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kush e lën një njeri një pet për hir të Allahut nga modestia e tij dhe ai ka mundësi ta blen, ta veshja atë pet, Allahu do ta thret këtë njeri në ditën e Kiamet para gjithë krijesave. Dhe do t'i thot Allahu subhanahu wa ta'ala zgjedh prej zbukurimeve të kësaj të xhennetit që ai ke dhe t'i veshësh ti. Allahu e vesh me zbukurimet më të mira në xhennet. Do thot që ti ke mundësi të blesh një jakne me 10.000 euro. Jakne, një këmish, 20.000 euro. Ke mundësi ti. Por ndalesh dhe thua këtë do ta bëj vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Vetë ta blej 10.000, 20.000 do ta blej me 100 euro. Me kënaq Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo që thonë këshirki mashallah, po ka me blet 20.000, ama ne ka blej 100. Jo për këtë. Jo për si e faqe, edhe jo për nam, për lavdrat. Por me kënaq Allahu subhanahu wa ta'ala. Në Kiamet do të thiri Allah, o filan, birin filanit, dil këtu. Dhe do të veshët me petkat më të mira. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na veshe me ata petka. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që të bona modest për hir të Allahut. Lusmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na vënë prej atyre që i lëm gjërat për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe Allahu na i kompenzon me diçka më të mirë. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Xhamat të nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon në Kur'an dhe thot wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Thot për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, thot ne ja dhuruam Ibrahimit Ishaqin dhe Jakubin dhe të dy ne i udhzuam. Ibn Kathiri rahimahullah thot pse? Kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam la babën e tij, la fisin e tij, la vendin e tij, la çdo sen për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe boni hijrat për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu ja kompenzoi Ibrahimit me 2 djem të mirë dhe të dy pejgamber të Allahut i bani. Pse? Se sakrificën që e bani për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu ja kompenzoi me evlat të hajrit, të udhzuar dhe pejgamber në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Saadi rahimahullah, Allah më shiroft, është rënd për njeriu kur njeriu ta lën vendin e vet, ta lën familjen e vet, ta lën popullin e vet, nuk është lehtë. Të dalësh këtë me një terren tjetër, nuk njeh askan, por
ajo sakrificë që ka bëhet për Allahun subhanahu wa ta'ala, dije se Allahu ta kompenzon. Nëse ndalmi dhe shikojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e hijretit kur kanë dalë sahabët radhiyallahu anhum, Allahu ja ka kompenzuar me shumë fish. Ka kompenzuar Medinën me njerëz me ansar të cilët i kanë ndihmuar, të cilët i përshkruan Allahu subhanahu wa taala që ato i kanë dashur sahabët, ato kanë sakrifikuar, ato ja kanë lënë shtëpitë e tyre, ato ju kanë dhënë prej pasurisë së tyre, ato ju kanë dalë në krah muhaxhirëve që kanë ardhur prej Mekkës, ato u bën komandanta dhe u bën udhëheca të një shteti të madh Islam. A kurse në Mekë ju mormalli, u rrehen, u larguan prej vetlindjes, por sakrificën ata që e bën për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ja kompenzoi në Medinën. Suraka ibn Malik, e dini Surakan që ka dalë që ta lufton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ti merr 100 deve si shpërblim që e shpallën Kurejshat, dhe Suraka kur e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin nuk mund të arrije dhe e vëren që s'ka shansa që ta sulmon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Suraka, si do ndihesh atë ditë kur ti veshësh bilizikët e Kisras, të një mbreti të madh? Ai çuditet. Rasulullah duke hik i premton diçka të madhe, bilizikët e mbretit, pasurinë e mbretit. Ai merr Abu Bekri, ja shkruan letrën, ja shkruan amanetin. Në kohën e Hazreti Omerit, kur çlirohet Persia dhe mirën biluzikat e Kisras bien para Omer bin Khattabit, i thot: ku o Suraka? Ja Suraka, ku i ke durt? Do të shoj të nalt. A di çka ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thot po, ja vesh tu di biluzik. Thot: ja Suraka, to dy biluzik kanë kondo në duart e njërit i cili ka thonë: jam Zoti juaj më i lartë. Sot janë në duart e Surakës që Zoti thot Zoti jem është Allahu subhanahu wa taala më i lartë. Ja Suraka, dil dhe ec në për pazar, ngrini duart dhe le t'i shohën populli se amaneti i fjala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka shku në vend. Dhe del Suraka duart lart dhe i përsërit fjalë Omer bin Khattabit. Shikojni o vëllezër, la 100 deve, e pranoi Islamin, i veshi biluzikat që i kishte Kisra, do thot atëherë që i mbajke. Kjo është premtim që nëse ti le diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala do të na i kompenzon. Për këtë arsye, të lëm hidhrimin me dikant për hir të Allahut. Të largojmë urrëqen për hir të Allahut. Të hikim pe krediteve, prej kamateve, që mos hina o vëllezër tona ta shpërtallojmë familjen tonë. Allah do të na kompenzon me bereqet tjetër. Ta ulni na shikimin, ta dini se nëse ulmi shikimin do të kemi rahat me familjet tona. Të mundohemi ta largojmë urrëqen prej zemrave tona, dhe të kena lumturi në mesin e familjes tonë. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre që i lëm gjonat për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu na i kompenzon. Lutë Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon gjithëve në xhenet el-firdaus. Wa qimu salat.